Pyetën çfarë pëlqeu shumë tek darka në kullën e Bajraktarit dhe thash kaçamaku. Kaçamaku që ka për shefisi të lushin duart. Faleminderit, mirë se erdhët. Është e zonës, kaçamaku është i Bogës, është i Marsis. Kaçamaku është i zonës, i Bogës, atë është një ushqim tradicional. I themi harapash në jug apo nuk është njëjta gjë? Paka shumë si harapashi. Jo, se harapashi bëhet me miell mistri. Ju e bëni paka shumë miell mistrit edhe pak patate bëhet harapashi, kurse na qesim krejt, në fund krejt i fije miell. Sa me lani atë lidhje. Po kryesisht është patate? Kryesisht është patate, të ne dhe harapashi nuk bëhet me mish, me sa kam informacionin në nga ju. Unë ka skut se kam haruar, harapash dhe me thënë është një gjë që e maj mend nga fëmijëria, nuk është se e kemi ngrënë më, edhe harapashi na duhet. Po kaçamaku dhe i servirur pak, kjo ishte e mira, që dikur ishte gjella e atij që do të mbaj barkun me bukë, kur i thonë. Nëse tani është një gjellë elegante, është simboli i Marsis madhe, që doja të tregoj si bëhet, se është e thjeshtë, bëhet në shtëpi. Nuk bëhet kaq mirë sa që bën shefisi, po bëhet. Si bëhet të tregojnë bashkë. Shefisi, sërës e në shtëpinë tënde dhe unë jam këtu. Atë kena zi kërtollat ose patatet. Patatet. Kërtolla i thoni. Kërtolla, po i ecim asoj fjalës kaçimaku. Ska gjë, më pëlqen. Kaçimak i thoni, jo kaçamak. Kaçimak. Zihet kërtolla. Që në këtë rast jenë aty i bale zjerjen e saj. Shefisi, nga jeni jo? Unë jam nga Shkodra. Nga Shkodra? Vjen nga Shkodra që gatuan në po? Dhe pastaj kthehesh në Shkodra e punon diku tjetër apo vetëm këto? Jo, vetëm jena... Je vetëm shefi kuzhinës? Vetëm shefi kuzhinës i kullës së Bajraktarit. Edhe i bunit Bajraktarit. I të dyjave. Mëndona me administru me... Të lëmë mendja për menyn fantastike që ke. Faleminderit. E zjem patatën, iku. Pastaj? E zjem patatën. Të zim patatën. Patatja u zjet. Patatja zihet edhe ranohet. Ranohet me rane, si kur është bëha dikur, edhe bëjmë në këtë masë. Shkriftohet edhe bëhet në këtë masë. Në këtë kohë, prejmë pancetën e derit, që është mish i stazhinuar. A ishte pancetërja që provova në pjesë. Ndjeshjen e mishit, pas të kuptoja. Grim pancetën e derit. Që ti e ke të stazhonuar? Ashtë i stazhinu qysh vjetë në vjesht. Ashtë këtë derë që i kena stazhinu. Bëjmë për e nësaj në mënyrë kubike.